Teksa të gjitha kutitë e qarkut të Fierit janë drejt përfundimit të procesit të rinumërimit të votave, kandidati për deputet i PD-s në Durrës në zgjedhjet e 11 majit, Aulon Kalaja, ka protestuar përpara pallatit të sportit Faria Hoti në kryeqytet. Kalaja ka kërkuar rinumërim të plotë të votave edhe për qarkun e Durrësit. Durrësin e kam kërkuar unë që të hapet dhe kam qenë kandidati i parë. Shqetësimi im është shumë i thjeshtë. Po na shpallin votat pavlefshme në një mënyrë totalisht çuditshme. Është një vendimarrje kasit, e cila është e pakuptueshme, me sa duket ju kemi prish pushimet dhe janë të shqetësuar dhe për këtë arsye për t'u hakmarrë ndaj nesh, kanë zgjedhur për me na i qujt votat pavlefshme, kur vullneti i qytetarëve ka qenë totalisht i qartë. Kalaja ka kërkuar gjithashtu që përveç rinumërimit të bëhet edhe shqyrtimi i pamjeve filmike. Vetëm me disa kuti ende në rinumërim, në Fier Partia Demokratike ka humbur 140 vota, të cilat i kishte marrë padrejtisht nga rezultati i 11 majit. Lëvizja Bashkë 11 vota, koalicioni Djathtas për Zhvillim 2 vota, 6 vota koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, ndërsa PS ka rifituar 32 vota dhe PSD 7 vota. Numri rekord me më shumë vota të fituara padrejtisht nga 11 maj e kanë Silva Hasaj nga PD me 670 vota dhe Cenoklosi nga PS me 851 vota. Ankimimi në kasë e bëri Nisma Shqipëria Bëhet me pretendimin se humbi mandatin kundrejt PS-s për vetëm 500 vota të ndryshuar në mënyrë të parregullt, por që nuk rezultoi pozitive.